për të krijuar kushtet si një platformë shumë e mirë edhe për zgjedhjet e 2027-s që do zhvillohen në Tiranë, dhe nga ana tjetër unë në 3 pikat kryesore të programit tim kisha dhe tritolin, por kjo nuk ishte pika kryesore dhe vetme, pavarësisht se kështu interesonte qoftë pushtetit, po qoftë dhe pjesës së krimit organizuar apo të oligarkëve që preken nga ky propozim. I nderuar, neni 199 fraksioni i kodit penal e ka të parashikuar qartazi se si veprohet me një ndërtim të palishëm, se si veprohet me personin që ka bërë ndërtim të palishëm, pra ka dhe ndjekje penale, së është kriminalizuar ndërtimi i palishëm ose ndërtimi pa leje, dhe ndërkohë po kodi penal ngarkon me përgjegjësi penale çdo person që ka abuzuar, qoftë në nxjerrjen e lejes, qoftë në miratimin e lejes, dhe në rastin që nesër për shembull një objekt i cili nuk vërteton burimin e lishëm të parave, nuk është nevoja të shëmbet, pra nëse nuk është në një vend që ka qenë teatri kombëtar për shembull, ose ato vilat e bukura që kanë qenë të Tiranës në atë cirkolën Skanderbeg që ka qenë me projektin e vitit 1938, sepse këtë bëri rilindja i nderuar, qoftë me VKM-n e 2017-s, qoftë me VKM-n e 2018-s, filloi duke ngushtuar zonën historike të Tiranës, duke i lejuar hapësirë ndërtimeve pa kriter, betonizimit të Tiranës, të cilët ne në fakt po e vuajmë sot, ndërkohë që paralelisht me këtë betonizim, këtë ndërtim të tejskajshëm në territorin e Tiranës, shoqërohet me apartamente stok, pra të pashitura, dhe me çmime maramëndse, po ta krahasojmë, nuk po shkoj në Europë, po të shkojmë në Athinë, në një objekt të investuar në Bregdet, mund të marrësh një hyrje me gati gjysmën e çmimit që të ofrojnë ndërtuesit e këtyre kullave. Kështu që ligji e përcakton qartë, por edhe në pikpamjen simbolike, Tritoli tregon se ti nëpërmjet zbatimit të ligjit, nëpërmjet dëshpushmërisë së akteve kriminale dhe korruptive, ti do ta strosh Tiranën, sepse siç e thash, është një rreth i mbyllur vicioz nga ndërtuesi tek zyrtari dhe tek patronazhisti për të patronazhuar blerjen apo orientimin e votës, për cilat në fakt duhet ketë edhe veprime drastike në kushte emergjente dhe veprimet duhet të jenë emergjente dhe radikale. Dhe unë mendoj se është koha që ne t'i marrim këto veprime. Çfarë kanë qenë tjetër dy shtyllat e tjera të programit tim? Ka qenë propozimi i referendumit lokal. Ne kemi shumë të nevojshëm që qoftë Tirana, qoftë bashkitë e tjera, duhet të kenë me ligj mënyrën se si bëhet referendumi lokal, nuk po shkojmë ke mënyra se si bëhet për shembull në Zvicër. Në Zvicër çdo lagje për çdo lloj investimi, edhe pa prekur banesat reale aktuale, bëhet referendum. Pra banorët e zonës duhet të shprehin mendimin e tyre. Dhe unë mendoj se Tiranës në këtë gjendje alarmante që është, i duhet patjetër një ligj për referendumin lokal, ku qytetarët të saj të shprehin vullnetin e tyre të lirë se si e duan Tiranën sot dhe se si e duan Tiranën për brezat e ardhshëm. Ndërkohë që pika e parë, pra nëse vinte pika e dytë referendumit dhe Tritoli i treti, kam thënë është emergjencë, jo vetëm lokale, po kombëtare, për të dhënë shembull edhe në pushtetin qendror, po edhe në bashkitë e tjera, rikthimi i zbatueshmërisë së ligjit. Ne kishim një bashki prej 10 vitesh, shkelje flagrante, korrupsion i lartë, tendera pagar, miq afër kryetarit apo familjes së tij që përfitonin çdo gjë, dhe në një kaos të tillë të paprecedent, ne
kishim një kryetar bashkie që punën e tij na e reklamonte me CD, që punën e tij na e reklamonte sikur po mbillte pemë në Tiranë, ndërkohë që rezultonte në Austri apo në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe gjatë gjithë periudhës deri me datën 10 shkurt që është ndaluar, ai nuk ka guxuar të bëj një konferencë me gazetarët. Atëre, zbatimi i ligjit do të jetë prioriteti imi, pra rikthimin e zbatimit të ligjit. Po të marr vetëm një rast, një rast që preket edhe nga njerëzit, po themi tenderat. Tendrat duhet jenë publik të hapur, që njerëzit të shikohet se si merret vendimi për tendrat, por nuk bëheshin tendrat të hapur, sepse tendrat ishin të paracaktuar, sepse Shkëlqim Fusha duhet merrte 70% të tendrave të Bashkisë Tiranë, e të gjithë oligarkët, të cilët një pjesë e tyre në fakt janë edhe me mas sigurimi bashkë në gjykim me Erion Veliajn. Kështu që unë mendoj se Tirana ka nevojë për një program të qartë, Tirana ka nevojë për një program që t'i sigurojë gjërat bazike qytetarëve të saj. Mos harrojmë se janë investuar nga Bashkia Tiranë 200 milion euro për ujësjellsin, pra për një diçka jetike të qytetarëve që është ujë, dhe ne sot jemi në 2025 që kemi probleme të theksuara me ujin. Ndërkohë ka probleme shumë të rënda në zona të caktuara, nuk ka çerdhe, nuk ka kopshte, nuk ka shkolla publike, ndërkohë që prindrit e tyre e kanë të pamundur të çojnë fëmijët, t'i marrin, t'i presin, sepse edhe largësia është kriter më vete, përsa kohë që nuk e kanë në zonën ku banojnë. Kjo shtohet pasaj edhe si pasoj e një trafiku në përmasa të jashtëzakonshme. E shikoni se një herë po të bie shi në Tiranë, këtu bëhet nami, pra gjatë gjithë kohës që nuk ka shi, nuk punojnë institucionet në varësi të bashkisë, megjithëse ka 12.000 punonjës, po ka 12.000 punonjës, përveç se marrin pagën në mënyrë abuzive, pra nuk janë në vendin e punës që duhet jetë, po nga ana tjetër të paktën duhet punohet për gjërat më bazike që ka Tirana. Ne nuk kemi nevojë që një analist i pushtetit të figurojë si hidraulik tek ujësjellsi apo në institucione të tjera. Për trafikun, për këtë, se nuk po e zë me gojë me tramvajin që premtoi Basha, por ndoshta ka kohë për metro. Jo, unë në fakt, ajo nuk tani të gënjejmë edhe veten edhe publikun, sepse ne duhet jemi me këmbë në tokë. Ka dy probleme shumë të rëndësishme që unë e thash. E para ka një problem madhor që çfarëdo programi brillant që të kesh, nuk mund ta lançosh apo ta zbatosh për një periudhë, një vit e gjysmë, që është problem shumë i rëndësishëm. Pastaj mos harrojmë, nderuar, që ka edhe një kriter të rëndësishëm brenda bashkisë për të mos folur pastaj blokimin që në momente të caktuara mund ta kesh nga qeverisja. Por e keni menduar që do keni